Socialdemokrate për seancën e tyre sot në orën 9 dhe njëkohësisht po ashtu sot edhe në orën 14 dhe lejoni t'ju them që përgjatë këtyre pothuajse 10 muajve Nisma dhe Zoti Limaj kanë qenë jashtëzakonisht konstruktiv për të dhënë Kosovës mundësi dhe për të bërë më të mirën për qytetarët e Kosovës, por kjo çështje nuk ka ndodhur. Dhe si rezultat i gjithë kësaj kohe dhe i pagadishmërisë së lëvizjes dhe vendosjeve dhe Zotit Kurti, nuk është arritur një gjë e tillë që tani më pothuajse si rezultat i kësaj situate jo serioze të parë nga lëvizja dhe vendosje, kemi ardhur edhe në një gjendje të tillë. Nisma nuk do të merr pjesë në seancën sot në orën 11 dhe arsyet pse Nisma nuk merr pjesë janë tepër kuptimdota. Është seancë e thirrur jashtë rregullave ligjore, nuk i plotson rregullat e punës së vendit dhe sigurisht që një gjë e tillë e një çështje kaq e rëndësishme siç është buxheti të bie ndesh edhe me rregulloren e punës edhe me ligjet e fuqi, Nisma nuk ka vot për pjesë. A ka Nisma vot për në seancën e orës 14 për marrëmarrjen e levizjes së produktit? Dëgjoj, nëse dikush ose një subjekt politik shqiptar në Kosovë ka dhënë mundësi të bashkëpunimit të levizjes së vendosjes së të parë edhe të vendin e konstruar edhe qeverinë, është i vetmi subjekt politik që quhet Nisma. Dhe nëse dikush ka bërtuar vazhdueshëm të këtyre unifikim e unitet e të ulemi bashkë të bitëlojnë për të bërë zgjidhje e për të dhënë Kosovës institucionet, është Zoti Limaj. Prandaj kjo nuk ka ndodhur, e them edhe një herë, e si rezultat i mos kësaj ndodhje, normalisht që Nisma nuk do të ketë vot, nuk do të merr pjesë as në seancën e orës 11 e po ashtu nuk do të ketë vot as në seancën e orës 14. Pse nuk do të marrë pjesë në seancën e orës 14 dhe a do të keni të hapur për diskutimin të minutave të fundit, siç ishte në seancën e kaluar, por kur do të votojë për kurrë? Nisma nuk ka vot në orën 11, nuk ka vot në orën 14 për Zotin Konjuksa, sepse ne mendojmë që edhe kjo është jo diskutime, ne mendojmë që nuk ka pasur një gatishmëri për të krijuar shumicën parlamentare në kuvend dhe si rezultat i mos krijimit të shumicës parlamentare në kuvend nuk mund të ketë edhe vot për mandaturën e dytë, sepse të gjithë e dimë që në praktika parlamentare nëse nuk punohet e nuk veprohet që bëhet shumica në parlament, nuk mund të ketë. Po thonë që s'do të marrë pjesë fare, se që jeni Ne nuk kemi vot për Zotin. A do të marrë pjesë në seancën e 14 orës 14? Praktikisht edhe pjesëmarrja në kupton që nuk ka vot për Zotin.